Pas barazimit spektakolar 3-3 në ndeshjen e parë në Katalonjë, Inter dhe Barcelona rikthehen sonte në fushë në orën 21 me ndeshjen e kthimit gjysmëfinalet të Champions League-s. Një sfidë që mund të vendos fatin e sezonit për të dyja skuadrat. Simone Inzaghi, i cili kërkon finalin e dytë në 3 vitet e fundit, do të mbështetet te rikuperimi i Lautaro Martinez dhe te pikat e dobta që Inter i shfrytëzon në ndeshjen e parë, veçanërisht goditjet e standarde dhe kundër sulmet. Nga ana tjetër, Hansi Flick kërkon të përsërisë tripletën e vitit 2020 me Bayernin, këtë herë me Barcelonën, që ka plot 10 vite pa fituar Championsin. Katalanësit tashmë kanë fituar Superkupën e Spanjës dhe Kupën e Mbretit, ndërkohë që në kampionat janë 4 pikë mbi Realin dhe kanë ende një El Clasico për të luajtur. Sa përket formacioneve, tridenti nuk është më Messi, Neymar, Suarez, por Yamal, Rafinha dhe Ferran Torres, me Lewandowski që do ta nisë nga pankina. Në port do të luajë sërish Szczesny, në mbrojtje Flick po mendon për dyshen Martinez Kubarsi, ose Araujo me zhvendosin e Garcias në të majt. Për Interin mungon Pavard, po Inzaghi ka pushuar pjesën më të madhe të titullarëve në ndeshjen kundër Veronës dhe është gati ta hedhë në fushë formacionin më të mirë të mundshëm. Ashtu si dhe Flick që bëri rotacion kundër Valladolidit.